mos i shfaqni planet tuaja. Profeti Muhammed, paqja e bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: kërkoni ndihmë te fshehtësia për realizimin e nevojave tuaja, sepse çdo njeri që ka ndonjë mirësi është objekt i smirës. Në këtë hadith të profetit ton të dashur, mësojmë se fshehtësia është mbrojtje për begatit dhe suksesin, sepse shfaqja e tepërt e planeve, nevojave apo mirësive e ekspozon njeriu ndaj smirës, e cila mund të sjellë dëm, pengesa dhe prishje të punëve dhe të planeve. Hadithi na mëson se jo çdo gjë duhet treguar publikisht, jo çdo sukses duhet shpallur para se të realizohet. Urtësia kërkon maturi në fjalë dhe veprime. Kush vepron me mençuri dhe fshehtësi, e ruan veten nga smira dhe zilia e njerëzve dhe e lehtëson realizimin e qëllimeve të tij, duke u mbështetur te Allahu dhe jo te vëmendja e të tjerëve.